Rreshtet e dendura të Dëborës dhe Shiut kanë vjuar gjatë orëve të fundit në territorin e qarkut Shkodër, duke krijuar vështirësi në qarkullim dhe situata problematike në disa zona. Problematika më theksuar paraqitet në zonat malore, veçanërisht në aksin Bog, Qafthor e Theth, ku rreshtet e Dëborës kanë qenë intensive. Autoritetet rrugore kanë punuar pa ndërprerje për mbajtjen e aksit të hapur, për shkak edhe të fluksit të lëvizjeve. Aktualisht qarkullimi është i mundur, por drejtuesit e mjeteve këshillohen të përdorin goma dimrore dhe zinxhir pasi rreshtet vjojnë. Ndërkohë, zona e Dugaxhinit vjen të mbetet e izoluar prej 4 ditësh, si pasojë një shembjeje të re të rrugës. Situata është përkeqësuar nga rreshtet e dendura të Shiut, të cilat kanë shkaktuar rrëshqitje masive dheu dhe dëmtime serioze të aksit rrugor pranë degëzimit të fshatit Mark Nonaj në njësinë administrative Pult. Në bashkinë Malësi e Madhe, rreshtet e Shiut me intensitet mesatar kanë vjuar gjatë gjithë natës dhe vazhdojnë edhe aktualisht. Ndërkohë raportohen probleme me furnizimin me energji elektrike në zonat Kelmen dhe Shkrel. Në bashkinë Vaudejes, rreshtet e Shiut me intensitet të lartë kanë bërë që lumi Gjadër të dalë nga shtrati duke rritur nivelin e ujit në lagjen Kapedani, ndërsa në bashkinë Fusharrës janë evidentuar shkarje dherash dhe rënje gurësh në disa rrugë autorurale. Sipas degës vendore të policisë Shkodër, aktualisht nuk ka problematika në qarkullimin rrugor në akset që administrohen prej tyre. Nga OSH Shkodër bëhet mjedisje se për momentin pa energji elektrike është zona e Postribes, e cila pritet të rikthehet në funksionim brenda një kohe të shkurtër. Në Kelment po punohet për rikthimin e energjisë, ndërsa zonat e tjera të qarkut furnizohen normalisht.